Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Gafarës. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur Gafar. Kjo javë fillon, është një udhtim i mbrëmshëm. Kuftesa kryesore në leximin e juaj është të mos mbetesh tek e kaluara, dhimbja, dështimi, çfarë do të ke qenë, të ecësh përpara, por të marrësh nga ajo çfarë ke përjetuar, mësimin që ka patur qëllim ajo dhimbje, ai dështim. Është një kohë për të ngritur energjinë tënde, për të gjetur qartësi dhe për të ecur me rrugën që të them, që është bluar në përkokë që sa kohë, që e keni ndëruar, që keni patur një qëllim dhe të lësh frikën. Të dashur, sa më shumë të përputhesh me atë që zemra dhe shpirti yt ndjen si të vërtet apo si të drejt të dashur Gaforë, aq më lehtë bëhet rruga. Mos e shty veten me presion, me faj, të ndaloni së ecuri, por ec me qëllim të qartë. Një derë hapur këtu dhe thotë honor i bie si pranoje, admiroje, vlerësoje. Tani në momentin s'po mbien mend ajo tamam, po që nejse, ka disa situata që ishin, ta them, pjesën një marrëveshje të shpirtit tën, brenda për brenda ke menduar kështu ta bëj, kështu do rregulloj, kështu do sjell. Ato të sollën të i dhanë mësimin që duhet të merje, por duke i përballuar tani ti po e mbyll ciklin dhe lirohesh nga barra e tyre. Sa më gjatë që të qëndrojnë gjërat në jetën tonë, të dashur, ato fillohen dhe bëhen barr. Po flas për mendimet që kemi patur, qëllimet që kemi patur, sa më gjatë aq më rënd. Pra, një derë e madhe po ju hapet këtu. Dhe këtë kontratë që keni bërë me veten e juaj apo me këdo, është koha të nënshkruhet për së fundmi herë dhe të mbaroni këtë cikël. Kjo këtu thotë besoj, energjia, në fakt, energjia jote përcakton realitetin tënd. Kur ngresh vibrimin, tani për shembull, vibrim do të thotë ato ndjenjat, ato sinjale që i dërgoni universit. Kur jemi pozitiv dhe sikur thrasim pozitivitetin, kur jemi negativ thrasim negativitetin. Pra, kur ngren vibrimin në mënyrë pozitive, gjithçka përreth jush fillon të ndryshojë. Mos lejo asnjëherë frikën, fajin, dyshimin të mbajnë poshtë, të mbajnë negativ. Zgjidh gëzimin, dashurinë dhe qartësinë, siç ka bërë ky person këtu. Besoj mësimit, jo dhimbjes. Dhimbja nuk ishte qëllimi që të zhdhënç apo zhgënjimi. Ajo ishte mësim. Çfarë ke marrë nga ajo? Nga ajo dhimbje, nga ai dështim, çfarë të ka dhënë? Pra, shiko përpara, urtësinë absolutisht me mençurim, po plagët nuk duhet të mbajtur, por duhet ecur. Shiko përpara me mençuri dhe mos lejo që e kaluara të mbaj peng. Të dashur Gafor, kjo javë është një ftesë për të ngritur kokën lart, për të marrë mësime që të sollën sprovat dhe për të ecur përpara të lirë. Rruga jote ndriçohet jo nga e kaluara, por nga drita që sjell energjia jote, dhe të dashur, kur je në e ngritur, ta them, apo kur e ngrit, apo kur mendon pozitivisht. Bëj zgjedhje për të mos jetuar më tek dhimbja, zhgënjimi, apo çfarëdo që të ketë ndodhur, apo është duke ndodhur, por tek qartësia dhe dashuria, të dashur Gafor.